Ky vetëm konserva gatun, mësoj e pak të gatuj dhe ky dashur user, se nuk e di se çere djala vajzë, nuk e kuptoj pse vini user, të dim dhe neve me kë flasim. Nejse, di të gatuaj akoma më mirë se mua, por me që punon me orë të gjata edhe nuk ka kohë që të rri të gatuaj, ndaj edhe shikon që më të shumtat e gatimeve i bëju në shtëpi. Por ky e qan gatimin, vetëm që nuk ka kohë që të futet në kuzhinë, edhe siç mund të shikosh aty po përgatit peshkun, jo se the ti që nuk gatuan, por i thash unë që ta gatuaj, se e kam qejf kur është peshku nga duart e burrit, edhe e bën perfektë, ashtu siç di vetëm ai të gatuaj. Edhe po të tregoj edhe ty tani që sa mirë që di të gatuaj burri. Jo se duhet të ta jap. Në qoftë se je vajzë ose në qoftë se je djalë s'ka rëndësi, por që të mos paragjykoni njerëzit pa ditur të gjitha aspektet. Ndaj edhe siç mund të shikosh, burri im është një kuzhinier, mund ta them, se i pëlqen shumë gatimi, çdo gjë që e bën me shumë kujdesari, domethënë kujdeset shumë kur gatuan. Unë i bëj shkeleshko gatimet, mos shikoj që të duken tyja të bukur në video. Prandaj edhe e vura në furrë, që të mos thoni që s'bëra dhe unë asnjë gjë, jala është e gjitha burrit, e përgatiti ai të gjithë peshkun, edhe pastaj ma la mua ta pikja, se duhet ikte prap në punë, shkreti çfarë të bënte, që kështu e njerëz të dashur dhe të bukur, të jemi një çik më shumë pozitiv në komentet tona, se do na bëj akoma njerëz më të mirë se sa jemi. Ciao.